Jemi rikthyer të nderuar televizionist në pjesën e tretë. Mjaft e rëndësishme, nuk ka rëndësi fare, siç e themi vazhdimisht ne, që renditin pjesë e parë, dytë e tretë, kjo është thjesht çështje emërtimi. Se do ta thuash se e para, dytë e tretë, nuk keq thua. Ose mund ta thuash edhe tretë e dytë e parë. Tani, vijon lufta në Iran. Do të flasim për të rejat e fundit nga lufta dhe pasojat që ajo vijon të sjellë dhe a janë duke u rritur këto pasoja. Unë kam sot në studio zotin Aldo Bumqi, ish ministri i jashtëm. Aldo, faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën. Egon Loli, aktivist. Egon, faleminderit. Faleminderit. Ermir Gjinishi, si zakonisht, dhe zoti Pres Zoga i shtuar edhe për shkak të problematikave që Preci e ka të fokusuar Amerikën dhe e ka nuk të falë për pjesë të Amerikës, por ndoshta ka të vërejtje për kohën që jeton Amerika, kupton? Për presidentin që ka, po kështu gjërash. Unë jam filo-amerikan me shtetin, me institucionet, jo me persona. Personat shkojnë e vinë. Personat shkojnë e vinë, thua ti, po ai ka 4 vjetë ishte, tani erdhi 4 vjetë tjera, 8 vjetë. 8 vjetë ai, sa gjysmë e doktorit, e dramës. Donald Trumpi, çfarë flet? Tani, Gjinish, çfarë po ndodhë, po Kini Rozhan fut edhe mbulime her pas here, që popullata të shikoj nga lufta, nga këto. Gjinish, do të më futësh ti që nuk do harroj unë, se ndoshta se kam futur këtë në skalet edhe në një shkollë ku ishte goditur, shumë fort, dhe a mori dikush përgjegjësinë në këtë film, në tregim të fillimit, në këtë fillim që do më bëshmu ati, do të futesh dhe këtë detajn, që se merr askush përgjegjësinë, se kush e ka qelluar atë shkollë ku janë vrarë qindra fëmijë dhe dëgjonja. Tani Amerikën e duam, sigurisht të gjithë e duam. Por kur vriten 10 qindra fëmijë, dikush duhet ta marrë përgjegjësinë në vendin, në shkollën ku vriten e të gjitha. Dëgjojnë një 2-3 studio tjera, edhe analistë, analistë shqiptarë, van kravatat dhe dalin aty dhe thoshin që mirë bën që i vranë. Në një 2 televizione, se i ndiqin edhe një nga që... Për fëmijët nuk besoj se kanë thënë. Jo për fëmijët, po për tjerët. Jo për fëmijët, jo. Po për tjerët thoshin mirë bën që i vranë. Tani, çfarë po ndodh në Iranin për momentin, ka pasur shumë lajme, thamë, për ngushtisjen e Hormuzit, është mbyllur, nuk është mbyllur, po mbyllet, do mbyllet, shumë para harxuar aty, 1 miliard, 800 milion ditën e tjera e tjera. Çfarë ka ndodhur? Gjinish? Atëherë, spjego. Atëherë ta fillojmë me atë që u thatë vrasjen e rreth 160 nxënësve të fillores në shkollën Minab. Shkolla Minab faktikisht ka ndodhur në ditën e parë të sulmeve. Ka hapur një debat shumë të madh, si dhe pse u godit ajo shkollë, ndërkohë që autoritetet e Shtetit Bashkuar të Amerikës kishin dyshime që pikërisht nga ajo shkollë, si thuaç, niseshin raketat balistike të Iranit, megjithatë është hapi debat shumë i madh edhe në Kongres. Askush s'po e merr përgjegjësinë, ka edhe një hetim. Edhe në Kombet e Bashkuara është kërkuar një hetim për këtë. Sigurisht që është i krim. Me çdi unë, aq sa dhëna kemi, sepse jemi në luftë edhe propaganda bën punën e vet. Janë trupat izraelite, ushtria izraelite që ka goditur dhe jo Shtetet e Bashkuara të Amerikës, megjithëse kë mbetet për tu parë. Ajo që po ndodh këto 2 ditë të fundit, zoti Rakipi, është problemi i madh i Hormuzit. Domethënë, raketat dhe Hormuzi është e vetmja armë që i ka mbetur Iranit. Ndërkohë që në Hormuz kalojnë mbi rreth 24% të gjithë naftës së Gadishullit, është një shifër shumë e madhe, por ajo që për te Hormuzit problemi është një ishull që ndodh një 10 milje larg Hormuzit. Po, ky ishull është shumë i diskutuar dhe shumë interesant, quhet dhe ishulli që Karaj. Donald Trump i tha duhet ta marrim atë ishull. Sepse është ishulli Karaj. Nëse ai ka 2 gjëra, domethënë. E para, e gjithë nafta, pjesa më e madhe e naftës iraniane tregtohet pikërisht nga ky ishull. Aty ai quhet ishull i vdekur, sepse nuk banojnë njerëz, nuk ka qytetarë civil që banojnë, ka vetëm fortifikime ushtarake dhe bazat mëdha të naftës. Deri tani aty depozitohen nëpërmjet furnizimeve të tubacioneve nën ujë rreth 2 milion fuqi në ditë. Dhe projekti i Iranit ishte që kjo pikë, sepse edhe gjeografikisht është shumë pozitive, funksionon domethënë sepse është det shumë i thellë dhe cisternat shkojnë menjëherë, aty nuk kanë nevojë. Janë karakteristika gjeografike, po themi. Ka patur, ose më mirë po themi, po diskutohet pushtimi i Karajit, i këtij ishullit. Ky ishulli ka
në qoftë se pushtohet, domethënë ka dy Çfarë si përfaqe ka ky? çështje, është i vogël, nuk është i Si madh. Sazani ynë. Po, diçka e tillë. Po kryesorja i ka dy pika të forta të rëndësishme, strategjike, po themi, për luftën dhe për ditët e mëvonshme. Para, në qoftë se menaxhon këtë ishull në një farë mënyrë ti ke garantuar sigurinë energjetike që kalon aty komplet. Është komplet rruga e naftës, jo vetëm e Iranit, por e gjithë Gadishullit, gjithë zonës Gadishullit. Dhe e dyta, ti ndërpret mundësinë e Iranit për të eksportuar naftë, që jep një goditje shumë të madhe ekonomisë iraniane, sepse këtu bëhet shkarkimi i naftës, këtu bëhet furnizimi i naftës. Kështu që gjithë po flitet gjithnjë më tepër edhe nga qarqet ushtarake amerikane, mënyrën se si ta pushtojnë, nëse do të arrijnë ta pushtojnë. Megjithatë është shumë e vështirë të pushtohet, sepse ishulli vetë është i fortifikat ushtarake. Është shumë pranë brigjeve të Tiranit dhe është sipërmarrje shumë e vështirë Kjo ka rëndësi strategjike vetëm apo ka çfarë rëndësie ka ishull? Këto dy gjëra që thash. E para pengon eksportin e naftës të Iranit dhe jep një goditje shumë të madhe ekonomisë iraniane. Dhe dyta, nëpërmjet pushtimit të ishullit, ti garanton rrugët tregtare. Kanë filluar operacion këta për ta marrë? Hormuzi, jo, nuk ka filluar asnjë operacion, sepse është shumë i vështirë të merret. Nuk mund ta marrësh sepse mund ta pushtosh atë ishullin, po problemi është e mban apo se mban dot. Dhe raketat balistike të Iranit, dronët që akoma vazhdon të jenë lojë. Pra këta kërkojnë forcat sulmuese të Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli ishullin tu aty? Jo, vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Izraeli jo. Dhe Irani synon Hormuzin, bllokimin e Hormuzit. E ka Hormuzin. E ka. Irani e ka Hormuzin. Nëse ju kujtohet, kërcënimet e presidentit Trump ishin këto, domethënë, javën e dytë sulm, fillim të javës së dytë sulmeve. Hormuzi, mos prekni Hormuzin. Domethënë, nuk donte të krijonte një krizë energjetike botërore. Ndërkohë që ka 2 ditë që trupat iraniane kanë filluar ta minojnë Hormuzin. Të vendosin mina detare brenda. Dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës azizuar amerikanët 10 varka të cilat mbanin eksplozive të kësaj natyre. Po, ka goditur 10 nga këto skafët që merreshin me minimin. Çështja është kjo, a e mban apo se mban dot Hormuzin? A e mban apo se mban dot ishullin e Karajit? Ky është problemi i madh. Ndërkohë që duhet të thonë që ushtria amerikane ka dështuar të paktën nga ato që njoftoi presidenti Trump që javën e kaluar, në fillim të javës së kaluar, që ne do t'i shoqërojmë, do të garantojmë sigurinë e të gjithë cisternave dhe të gjithë anijeve të transportit që kalonin Hormuz. Deri tani nuk është liruar Hormuzi. Hormuzi vazhdon të jetë në durat e iranianëve dhe sot janë goditur 2 anije të cilët kanë tentuar transportin, të cilët kanë tentuar të kalojnë Hormuzin. Garda Republikane, e cila me sa duket ajo është violina parë, ka kërcënuar që ne nuk e kemi mbyllur totalisht Hormuzin, por asnjë anije nuk do të kalojë pa marrë miratimin e flotës iraniane. Po mbyllje quhet kjo? Ndërkohë që flasim për këtë çështje, kush do negociojë, si do zgjidhet? Ka 2 sinjale shumë të egra, ne biseduam pak edhe para një jave, ditë në hënë, mbi personalitetin dhe portretin e Mujteba Khameneit, liderit të ri të zgjedhur, dhe besoj që jam dakord gjithë që ishte pjesë e linjës ashpër, pjesë e linjës konservatore, dhe ai bëri fjalimin e parë. Jo, do ta e kam pyetje unë këtë. Okej. Pasi të futë zoti Bumçi. Ju keni dalë për këto ditë në media për luftën e Iranit? Jo. Jo. Shiko, ju jeni një ekspert i politikës jashtme, sigurisht keni ministri i jashtëm dhe gjitha. Edhe në drejtën unë më jam një gazetar, për nuk e kuptoj pse bëhet kjo luftë. Ti si e ke kuptuar? Po, arsyet, qëllimet janë shpallur. Jo, se dhe shpesh, zoti Bumçi, qëllimet që shpallen janë një gjë tjetër, diktaturën të rezojmë të nëta, po t'i vesh tjeti të vrasën shpisat. Ajo është e fundit. 5/4 e botës janë diktaturë, për të mos të më shumë. Po, nafta këto... 2 qëllimet që janë deklaruar dhe janë legjitime, është një Iran pa armë bërthamore, dhe një Iran që nuk krijon trazira dhe destabilizim në vendet e rajonit. Irani është një vend që ka destabilizuar, ka 5 vendet të rajonit. Edhe Iraku të kështu jura për armë bërthamore, po atje nuk u gjendë as... Se këtu është e vërtetuar. Nuk u gjendë as pushkë druri. Këtu është e vërtetuar. Këtu janë 400-500 kg uranium që janë gati për përdorim bërthamor. Është e vërtetuar dhe nga agjencia
ndërkombëtare e energjisë bërthamore. Pra, Irani ka mbajtur gjithë rajonin të trazuar nëpërmjet Hezbollahut, që ka destabilizuar Libanin, Hamasin, Sirin mbështeti Asadin, ku u vran 300.000 persona, dhe Irani ka qenë nga mbështetësit kryesorë të Asadit, të regjimit Asadit. Ka grupe paramilitare dhe një popullsi shiite në Irak, që mban dhe Irakun të destabilizuar, dhe Huthit në Yemen. Dhe kjo ka qenë strategji për mbijetesën e regjimit. Pra, nëse godet Iranin, Irani mund të krijojë trazira në këto vende, por dhe më gjë. gjë. Jeni duke thënë që Izraeli, që e fundosi Gazën për shembull, po dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës tani për shkak demokracisë po sulmojnë Iranin. Jo, nuk e përmend demokracinë, kanë përmend vetëm sigurinë. Për sigurinë. As se kanë përmend demokracinë. Dhe vetëm Iranin. Dhe vetëm Iranin, se shfut në Palestinë. Në fakt, deklarata ishte për të përmbysur regjimin. Atëherë, negociatat nuk janë bërë për regjimin, negociatat janë bërë për armët bërthamore, dhe Irani ka deklaruar që ne kemi një drejt legjitime që askush nuk mundet na e tjetërsoj, që është pajisime me një armë siç keni ju. Irani ka financuar, pra siç e përmenda mos përsëris, Qartë. organizatat terroriste ekstremiste në këto vende, Huthit, Hezbollahun, Hamasin, grupe tjera, Asadin, dhe një regjim i tillë, i cili do të pajiset dhe me armë bërthamore, kthehet në një rrezik të vërtetë, sepse nuk është një aktor i arsyeshëm, nuk është e thënë të jetë demokraci, Rusia nuk është demokraci, Kina nuk është demokraci, as Korea e Veriut nuk janë demokraci, po janë aktor shumë më të arsyeshëm në marrëdhënie ndërkombëtare. Kurse Irani, me sjelljen e tij, e ka ndërtuar sigurinë e regjimit duke krijuar destabilitet rajonal. Atëherë, në këto moment, pati një ndërhyrje kirurgjikale amerikane, që goditi bazat ku mendoi që zhvillohet pasurimi uraniumit, që ndodhi përpara disa muajsh. Qartë. Dhe me protestat e brendshme, regjimi u dobësua jashtëmase. U dobësua nga protestat e brendshme, që tregojnë që nuk ka Ishin shumë me thënë drejtë. dhe janë vrarë, numrat e saktë nuk dihen, po nga 30.000 deri në 50.000 qytetar janë të vrarë, dhe nëse janë të vrarë 30 deri në 50.000, sa janë burgosur dhe të torturuar, numrat pastaj janë të frikshëm. Çfarë tregon që sa më shumë shtohet dhuna, aq më pak legjitimitet ka si regjim, se nuk e mban dot në forma tjera. Aleatët rajonal që unë përmenda ju dobësuan, për ato që bëri Izraeli, goditi Hezbollahun fort, Siria ra, të gjitha këto sollën një dobësim të Iranit. Dhe u gjykua që ky është momenti që Irani në negociata do dorëzohej dhe jo të kthehej në demokraci, nuk ishte kjo kërkesë. Qartë. Mos vallë duke... Mos kishte më program Ju bërthamor. ke drejt shumë. Ka ndodhur gjitha këto. Po mos vallë ishte duke rënë aty regjimi dhe mos e bashkuan këta. Po regjimi sapo vrau 30.000, 40.000 persona dhe atë moment mbijetoi vetëm duke qenë i dhunshëm dhe gjakatar. Pra ky ishte momenti që gjykuan ky regjim i dobët, ndërhyrjet nuk u bën për të ndryshuar regjimin. Trumpi ka qenë shumë realist dhe e pam dhe me Venezuelën. Po bashkëpunon me zëvendësen e Maduros. Dhe kjo të kërkon më pak investime, nuk e nevojë të kesh trupa në vend, dhe ndryshimi vjen më ngadalë, por nuk ka trazira. Pra jo të shkosh me ushtarë dhe të ndërtosh një Venezuelë 3, por bashkëpunon me ato që kanë qeverinë gradualisht. Qartë. Këtë që bërin Venezuelë, ja sugjeroi edhe Iranit, nuk ka nevojë tha të jeni demokraci, por mos jeni anti-amerikan, mos krijoni trazira në rajon. Kjo ishte kërkesa. Qartë. Egon? Po, rreth kësaj, domethënë se për të parë ty, në studion tim e për të parë, rreth kësaj pyetje që i bëra zotit Bumshi. Po, ka shumë arsye dhe faktor, po kryesorët mendoj unë janë këto. 1. Izraeli, pra faktori që është po aq destabilizues në atë rajon sa Irani, pra konkurrojnë me njëri tjetrin kush është më destabilizues, po që kohët e fundit ka fituar Izraeli, është më destabilizues se sa Irani. 2. Patjetër është programi bërthamor, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë përgjegjësi për mbajtjen e ekuilibrit bërthamor në të gjithë botën, dhe kjo është e kuptueshme. Dhe 3, padyshim edhe çështja e fuqizimit ose dobësimit të Kinës,
që varet nga burimet energjetike në atë rajon. Varet nga nafta. Nga nafta. Ata kishë filluar të merren. Nga nafta, nga mineralet e ralla. Serios, po. Pra këto janë, po them të tre. Po ka dhe arsye të tjera që është edhe politika e brendshme amerikane. Aty palët luftojnë ideologjikisht me njëra tjetrën, dhe unë e kam përmendur. Nxjerrin deri Epsteinin për këtë punë për shkak. Unë nuk tani edhe kjo punë e Epsteinit mund të qëndroj, po unë jam i prirur që të bëj analizë racionale mbi faktorë se sa më thënë mundet të jetë, po nuk e shoh tek ndoshta ato më kryesorët këtë çështjen e Epsteinit. Sepse e kam thënë edhe në emisione të tjera që në fakt ndërhyrja në Iran nga shumë aktor të rëndësishëm amerikan është thënë këtu e ndoshta 16 vite përpara, këtu e ndoshta 20 vite përpara. Duke nisur që me projektin për një Amerikë të re nga Dick Cheney dhe Donald Rumsfeld, dy personazhe skiftera amerikan të ndërhyrjeve neokonservator, cilët e kishin parashikuar dhe madje ka dalë vetë ish generali NATO-s Wesley Clark, ka thënë që ne do shkatrojmë ja 7 vende aty. Irakun, që e nisën të parin, Libanin, Sirin, Libin në Afrikë, Sudanin, i cili çuditërisht po ndodh në këto momente që ne flasim, dhe patjetër Iranin në fund. Kështu që ka një sër faktorësh, por si më kryesorët, unë do të thoja që padyshim kemi deklarata publike dhe fakte shumë të qarta që na bëjnë të besojmë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës e ndërmorën sulmin ndaj Iranit pikërisht në këtë moment, se mund ta kishin marrë ndoshta më vonë ose ndoshta më herët gjatë këtij 20 vjeçari, po pikërisht në këtë moment për shkak të detyrimit në një farë mënyrë nga Izraeli dhe patjetër çështja e naftës. Për mua këto janë dy faktorët kryesorë. Zoti Zogaj, ti si e ke parë këtë? Se ne jemi vazhdimisht në studio, por për këtë unë s'kam cilë ndonjëherë. Si e ke parë të luftën? E njëjta pyetje me Kalle. Arsyet sepse mund të sulmoj dhe u sulmua në këtë formë Irani, i përmendin dhe Aldo, do e shtoja vetëm një pikë që Irani gjithashtu ishte një vend që e mbështeti fuqishëm Rusin me dron shahet kundër Izrael. Irani Rusin dhe Rusia Iranin. Po. Pra, në gjitha ato rreshtimet e Iranit për destabilizim, po shtohet edhe kjo që ju bashkua Rusisë si pak vendës, si asë një vend tjetër, kundër Ukrainës, duke mbështetur një vend agresor, që ndërmori një luftë pa përligjur në asnjë pikë. Thënë këtë, pra askush nuk vajton, s'paku në botën e lirë, askush nuk vajton fatin e një klike që mban në thundër prej më shumë se 4 dekadash vendin e vetë pikës pari, që ka vrarë edhe sfundi, përsëri, ka vrarë qindra mira iranian që kanë zbritur në rrugë për të kërkuar liri, për të krijuar një tjetër jetë, për të çliruar nga disa dogma që janë imponuar nga regjimi i ajatollahëve. Thënë gjitha këto, zoti Ylli, kritiket më të mëdhenj të luftës që SBA dhe Izraeli jo vetëm i shpallën, por ndërmorën kundër Iranit, i gjenë në Amerikë. Për më shumë kritikë si gjenë në Amerikë, s'gjenë kërkund. Jo vetëm partisë politike që është në opozit, por edhe nga personalitete të shquara, studius, geostrateg, politolog, shoqëri civile, media. Në Evropë gjithashtu, jo vetëm s'ka entuziazëm, por ka një qëndrim me një sens disi... Si ç'është Evropa? Dhe kritik, jo, se Evropa s'është ashtu, sepse Evropa ka pas plot raste kur ka përqafuar pa një pa dy operacionet ushtarake që ka ndërmarrë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por këtu ka një gjë që është specifike, që duhet ta themi. Që përbën edhe, si thuash atë, arsye pse ka kriticizëm edhe në SBA edhe në Evropë për këto ngjarje.
që ishte një sulm gati i papritur, në kuptimin e momentit, jo në kuptimin e geostrategjik fjale, sepse SBA e kanë gjithnjë në rreth kuq, për them, Iranin gjithnjë e kanë konsideruar një vend armik që destabilizon rajonin, që krijon probleme, por në të njëjtën kohë ka edhe në ato strategjitë e veta armiqësinë me SBA-n dhe armiqësinë për jetë e vdekje edhe me Izraelin, pra dihet që kjo marrëdhënie kështu është. Por lufta ndodhi në një periudhë kur po zhvilloheshin bisedime. Nuk kishte lajme kaq zeza rreth bisedime, bile kishte edhe lajme roz. Unë i kam ndjek me shumë vëmendje. Kam qenë dhe jam i interesuar fakt për këtë temë, edhe mendoja se bisedimet do ta shpusnin spaku Iranin nga aleanca me Rusinë. Të gjithë çështja këtu është çështja madhore. Të shtyhemi më tej, se ne kemi folur vazhdimisht. Por, do thoja këtë gjë që lufta po zgjat. Po zgjat më shumë se sa u thanë fillim. Trumpi e ka përfunduar në çdo orë, të thotë pas 2 orësh thotë mbaroi, pastaj thotë prapë mbaroi. Vazhdon, viktimat vazhdojnë. Ka disa dhëna kontradiktore që e ndërpresin narrativin e luftës, qoftë nga administrata Trumpit, qoftë edhe nga ajo Netanyahu, që këta patën thënë që arsenali bërthamor u shkatrua para 6-7 muajsh. E kanë thënë këtë. E gjithë bota mori... Trumpi vete ka thënë që arsenali u shkatrua. Po, u njoftua si... Obliterated. madhë. Asgjësua. Po, asgjësua. Tani doli që për pak ditë do sulmonin Amerikën. Këto janë, si thosh, lajme kontradiktore, që sigurisht që nuk mund të kalojnë kështu, të më thënë që me qenë se thotë Trumpi edhe e ka thënë Zotit. Po them edhe një herë, se tim ka herë gjithnjë me të thu mua që... Jo, ti je me Amerikën, nuk është se je me individ me këtë. Unë jam me institucionet e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po këtu problemi është që, dakord, nisi një luftë, askush s'po vajton fatin e një tirani, të më thënë që ka mbajt në thundër vendin e vetë. Po ku po shkon? Ku mbaron kjo luftë? Cilat janë pasojët e këta luftë? Në qoftë se këtu do mbyllet lufta dhe vazhdojnë njëjtit njerëzat që drejtojnë Iranin me tjetën politikë, të më thënë, pas një ndryshim, cili ishte kuptimi i luftës, për posë se me vra njerëz, me vra që do të thotë kjo? Nga kjo kuptim këtu të panjohërët kanë bëjnë me fatin e luftës. Sa fuqi ka Irani që të rezistojë? Ja, do jemi të kjo pyetje. Sa rezistojnë dhe çfarë humbje ka deri tani, ç'i ka ndodhur botës me deri sot. Lideri i ri i Iranit, e niset i Gjinish, lideri Mushtaba Khamenei, ka folur për të parë ç'ishin deklaratat e tij. Thonë dhe ishe i plagosur kë. Ka folur tani, ç'a tha kë? Apo që të është babaj? Po, e nisëm pak më herët diskutimin dhe patëm ditën nesërmen që u zgjat Mushtaba Khamenei, diskutim studion tonë, dhe besoj që gjithë ram dakord që ishte një përfaqësues i vijës ashpër dhe i lidhur ngushtë me pjesën konservatore, sidomos me gardën republikane. Nuk e teprojmë edhe nëse do themi që është për shumë një lider ushtarak se sa një lider religios. Edhe po t'i referohemi një të vërtetë që ai nuk ka patur kur një post zyrtar gjatë gjithë kohës pushtetit babai i tij, megjithëse është 56 vjeç. Ashtu sigurisht se diskutuam dhe defektet ose problematikat që pati zgjedhja e Muqtabait. Domethënë u zgjodh me 54 vota nga 88 antar dhe u fol shumë për një mundësi presioni nga garda republikane, një njeri që nuk dije se çfarë ishte, se s'kish pas kur poste zyrtare, edhe shumë pika tjera ose drithije që ngrihen. Megjithatë, ajo që pritej ndodhi, ne e përcaktuam ose në gjithë, besoj gjithë bota ka përcaktuar si njeri i linjës ashpër dhe fjalimi i tij në fakt nuk ishte fjalim, ishte një deklaratë që u përcoll nëpër media, ai nuk ka dalë akoma me zë dhe figurë, sepse mendohet që është plagosur dhe mund të jetë i plagosur. Ditën që u bë sulmi ku mbeti i vrarë babai i tij, ky ka qenë
në atë objekt, sepse mbeti e vrarë dhe bashortë dhe vajza e tij. Megjithatë ai tha 3 çështje shumë të egra, do thoja, shumë të ashpra. E ashpërsoi linjën e Iranit. Irani ndoshta deri para arresti ishte i hapur edhe për të bërë ndonjë diskutim për ta zgjidhur në mënyrë diplomatike. Edhe Bezeshkiani, presidenti, kishte lënë të kuptojë që ishte bile se pa të shprehur. E pa të shprehur krejtësisht qartë. Në qoftë se ndërpriten sulmet ndaj nesh, ne ndërpresim luftën. Ndërsa zotëria tash i thotë luftën e përcaktojmë ne kur do mbyllet. Dhe shumë i ashpër se shumë i ashpër se babai. Dhe ndeti në 3 pika kryesore. E para do mbyll Hormuzin, dhe ideja e tij është të krijojë një krizë globale dhe të rrisë, si thua, presionin ndaj Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Izraelit që ta mbyllin luftën. E dyta, ai u betua për hakmarrje për të vrarët, për civilët. Që tregon një lloj prapavie shumë herë më denigruese se mund të ketë një lider fetar, sepse atij pëlqen të prezantohet si lider fetar faktikisht, domethënë. Dhe e treta, ai kërkoi në mënyrë absolute të mos ketë më bazat Shtetet Bashkuara të Amerikës në të gjithë rajonin. Ajo që mua më bëri përshtypje edhe në një intervistë më herët, ndoshta intervista e parë ose reagimi i parë pas zgjedhjes ishte kjo. Ai tha, kur vritet lideri, ne kemi drejt legjitime për posedimin e bombës bërthamore. Dhe kjo është gjithë pika problematike, mendoj unë. Hormuzi gjitha këto zgjidhen në një farë mënyre, sepse pavarësisht kritikave ndaj autoritarizmit të regjimit Iranit, ka patur një fetfa që në kohën e Khameneit parë, e vazhdoi dhe babai i Mushtebait, ka pas një fetfa e cila tregonte qartë qëndrimin e Iranit. Nuk do posedojmë armë bërthamore. Ardha e këtij njeriu me këtë lloj ashpërsie hap rrugën që ta thyë këtë fetfa. Fetfaja është një legjitimitet religjios. Dhe ky e ka forcën për ta bërë një fetfa të dytë, të hapë rrugën. Ky është urdhëresë. Po, urdhëresë religjioze. Kështu që po nëse shikon edhe me ardhin e këtij, edhe qëndrimi i Bezeshkianit, presidentit, ka ndryshuar totalisht. Bezeshkiani kërkoi 3 gjëra dje. Njohjen e drejtave legjitime të Iranit. Është përsuar dhe presidentit tuaj. Po patjetër, shumë, ndërkohë që ishte një njeri reformator. Pra regjimi tani është në pikën e tij më të ashpër. Në pikën më të ashpër. Dhe Bezeshkiani qëndroi në 3 pika kryesore. Njohja e drejtave legjitime të Iranit. Çfarë thotë drejtat legjitime të Iranit? Tu nuk bëhet fjalë për regjimin, ndryshimin e regjimit, bëhet fjalë të drejtat legjitime futet dhe posedimi i armës bërthamore. Se çdo shtet ka drejt në një farmase. E dyta, ai kërkoi dëm shpërblim. Domethënë gjithë dëmet mëdha që janë bërë në Iran, këto janë 3 kushte për përfundimin e luftës. Dëm shpërblim dhe e treta, garanci ndërkombëtare, dhe kjo është një problem tjetër. Çfarë nuk kupton Bezeshkian me garanci ndërkombëtare? Që do thotë, paqja nuk është më në dorë e Shtetit Bashkuar të Amerikës, Izraelit dhe Iranit. Po Irani lën të kuptojë që garancia ndërkombëtare, që mos ripërsëritet mos sulm ndaj Iranit, është vetëm Rusia me Kinën. Sepse këto janë 2 aleatët që të paktën po e mbështesin hapur. Ndërkohë që Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe këtë duhet ta themi, është e paqartë krejtësisht për mënyrën se si do ta mbylli luftën. Ne me drejt u flasim her pas here dhe përmendim shifra. Çfarë do lloj burimesh që të kemi, burimet janë problematike, zoti Rakipi. Edhe ato shifrat që si thua janë të rënda, 300.000 vrarë, 200.000 vrarë, edhe ato tjera që thonë 3.000 vrarë që thotë Irani, nga protestat për shembull. Ne nuk do të kemi kur shifra eksakte të paktën për një kohë të shkurtër të besueshme për opinionin publik, sepse lufta hibride përfshin edhe propagandën. Megjithatë disa gjëra mund t'i shohim edhe në mënyrë tangente, po themi, në një analizë tangente. Kush është impakti më i gjerë i Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit lidhur me sulmet? Çfarë po ndodh në Izrael, ose çfarë ka fituar dhe çfarë ka humbur Izraeli? Ndoshta kjo e disa përgjigje indirekte. Jo, e kam pyetur unë këtë, çfarë me vendet e tjera dhe me Izraelin. Tani, Okej, atëherë po them vetëm diçka, nëse Irani kërcënon me mbylljen me hapjen e frontit me mbylljen e Hormuzit dhe hapjen e frontit në Yemen, në Irak dhe në Liban, sepse kjo është edhe ndërhyrja e Libanit menjëherë, domethënë, ideja e Shtetit Bashkuar të Amerikës që mund të bëjë një goditje Iranit, të tërhiqen vetë, dhe të vazhdoj pastaj Izraeli me ato sulmet
her pas hershme, siç ndodhi në Liban, sepse u vendos një paqe në Liban, ndërkohë që ka 3000 thyrje të paqes nga trupat izraelite në Iran. Mbill luftën aty. Kjo nuk mban. Me Iranin kjo nuk shkon, sepse garda është e fuqishme, ushtria është e fuqishme, potencialet e Iranit janë dëmtuar shumë. Nuk kemi si në rastin e Gazës. Në rastin e Libanit. E Libanit, më falë. Ndërkohë që ekziston dhe një rrezik tjetër. Huthët akoma nuk janë futur në lojë. Po pritet që nëse ashpërsohet dhe nëse Irani ndjen veten ngushtë, futen dhe Huthët në lojë dhe mbyllet edhe një ngushtisë tjetër e cila është një trajektore shumë e rëndësishme e tregtisë botërore, që kalon nga Lindja, po themi, nga Azia nëpërmjet detit Kuq, kalon në Qartë. në mesdhe nëpërmjet Egjiptit. Zoti Bumçi, me këto që sot gjini ishi, duket që regjimi, si ashtu sikur se thuhet, regjimi në Iran nuk duket, të paktën nga deklaratat, nuk duket shumë i dobësuar. A mund të bie regjimi apo është konsoliduar më tepër pas nisjes luftës? Jo, regjimi është dobësuar. Nuk është sepse shkatërimi që ka ndodhur në infrastrukturës i udhëheqjes fetare, politike, ushtarake ka dobësuar regjimin. Edhe Irani nuk janë vetëm protestat që pam në fillim të viti. Në 2022 ishin protestat për vrasjen në paraburgim të një vajze të re iraniane, kurde me origjinë, që nuk ishte veshur sipas kodit dur. Dhe këto nxitën protesta masive në Iran në 2022. Jo, jemi okej për këtë. Urdhëro? E them mjaft mirë dhe e them në mënyrë më të qartë. Kemi një seri protestash në 5-6 vitet e fundit. Pa dyshim. Ne kemi të bëjmë me një regjim nga më të ashpër. Tani, jemi një moment që ka plasë një luftë. Unë po kam pyetjen konkrete i dashur. Do me thënë, regjimi thua ti është dobësuar pas luftës. Regjimi, protestat që ndodhen në janar, ndodhen për shkak të Jo për protestat, jo pas luftës. Po pra, po... Dua të më thuash, regjimi është duke rënë për mendimin tim. Regjimi është duke rënë... Me vrasjet që ndodhin, me ç'po tregon e gjithçka, regjimi po të mos ishte gjakatar do binte. Jemi okej bashkë. Askush nuk e di me siguri, por protestat ishin më të mëdhajat që kanë ndodhur. Ti tani thua që regjimi po bie tani? Ja, një sekond. Okej, këte po të pyes se protestat në Iran kanë qenë më të mëdhajat që nga koha e revolucionit të 79-s kanë qenë më të mëdhajat. Po e tham. Dhe këtë drejtë. Dhe në 2019-2020 ka pas protesta masive në Iran. Janë vrarë 2.000 persona. Tani janë vrarë 30-40.000. Vetëm nga numri i vrasjeve tregon se sa masive kanë qenë këto protesta. Dhe arsyet kanë qenë ekonomike. Do të mos mbetemi këtu se jemi dhe në orë të vonë. Tani, ky regjim... Je shumë të drejtë, ke të drejtë e Zoti. Ky regjim ka... Tani, me luftën, Aldo... Një elitë e cila është eliminuar pjesërisht, ka infrastrukturën ushtarake të shkatruar. Po, u eliminua babaj dhe ky mua po më shpjegon në Gjinishi që doli i biri disa herë më egër se babaj. Po pra, këtu të ka mundani, te lufta. Brënda vetë Iranit nuk e quajnë legjitime që pushtetin ta marri në këtë republikë teokratike, pushtetin ta marri nga jatit e Ibiri. Edhe vetë brënda regjimit nuk e quajnë këtë legjitime të gjithë. Po kjo është çështje tjetër, nuk është ky thelbi. Pra ke një regjim që fuqia dhunuese është dobësuar, për shembull sot amerikanët kanë goditur milicin vullnetare që është përdorur për shtypjen e protestave dhunshme, ata që kanë vrarë njerëz, janë goditur bazat e tyre, post-bloqet, çfarë tregon që duan të zhveshin pushtetin nga instrumentat e dhunës. Pra në konkluzion të kësaj pyetje, ju mendoni që regjimi është bërë më keq pas luftës? Po pa dyshim që është dobësuar regjimi pas luftës. Okej, por nuk është kjo mund të vi gradualisht. Kjo mund të vi gradualisht. Është lufta gjatë atë? Jo. Se i thot mbaroi luftën. Synimi i luftës nuk është ndryshimi i regjimit, ai mund të vi nga proceset brendshme që mund të kërkojnë muaj apo vite. Kjo është tjetër, askush nuk mund të parashikoj. Por ky Iran sot nuk është më kërcënim si që ishte Irani për para ndërhyrjes. Kemi vetëm një problem që është kriza ekonomike, kriza energjetike botërore. Jo, po të zbres të kjo. Shpytje që janë demet? Pra, edhe një fjalë që dëshiroj ta them, po kjo nuk është arsye që... Jo, pyetje, se pastaj unë kam pyetjen time që të nxjerr këtu. Ne kemi jetuar, kjo nuk është arsye pse sulmon amerikan, po kam dëshirë ta shpreh. Ne kemi jetuar gjithë në diktaturë.
A do ishim të gëzuar në po të sulmonin regjimin e Enver Hoxhës? Po pa dyshim që po. Pyetje Pa dyshim që hipotetike po. është kjo. Pa tjetër që hipotetike. Ne, por unë po e bëj si shqiptar. Po ne Do do jetuam efektin e kundërt. do dilim të luftonim mo. Ne jetuam në një Ne regjim do gjakatar. bësh i maqe gërsira, Aldo, kujtje, e bëre pyetje hipotetike apo do përgjigje? Jo, patjetër. Sipas me. Jo, më patjetër. Unë them që ne do dilim të luftonim si kafshë kundër amerikanëve. Do na detyronte regjimi, do puthnim thundrat e Enver Hoxhës. Nuk do vinte E me benim trupa. se- Nuk do vinte me trupa, shtojnë bombardime. Që godasin bloku. Ishtë bloku. Ne ishim nga po jashtë. tani po them, godisnin ish ne do dilim Ja do godisnin ish bloku. Sulmi nga jashtë prodhon efektin e bashkimit, pavarësisht ka legitimitetin Tani, që ka kur u ose. vra Ajatollahu, ishin njerëzit në rrugë, to janë me video, YouTube. të panohën, po jo me video, po ne kemi para ata në lajme. festuar. Po pra. Pra tregon që regjimi nuk është më legjitim, e mban vetëm me gjak, me dhunë. Mos po e mban luftat tash unë pas. Jo, lufta ka vetëm 13 ditë. Lufta. Negon, Lufta. jemi okej, përgjigja tënde është kjo, jemi okej mo. Lufta është e dhimbshme. Jemi shumë okej. 13 ditë janë shumë pak për gjykuar një luftë. Jemi, po sigurisht. Pa Jo, nisur po, lufta, mbaroj lufta. Amerikanët kanë deklaruar 4 deri në 5 javë. Lufta. Ne ai tha mbaron sot ishte. Jo, Këto janë retorik. Dhe kryeministri Jo, nuk janë britanik tha, retorik. Janë retorik. Deklarimi kryeministri ka britanik tha, bë gabim tha që po hyn Britania në luftë, tani që mbaroi lufta. Tani. Thaj. Ja, Kanë deklaruar 4-5 javë luftë, jemi në ditën e 13. okej. 2 javë ka kaluar vetëm. Këto janë- Egon? Një më okej. Janë edhe çështje deklaratash dhe kundër deklaratash, sepse po të shohim edhe brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës, edhe brenda Izraelit, kemi një lloj divergjence midis ushtrisë dhe aparatit politik. Ushtria është më tepër e përqendruar tek goditja taktike, bazat ushtarake, po them personeli ushtarak, ndërkohë që aparati politik është i fokusuar më shumë tek arritjet strategjike të kësaj lufte, që është çfarë kahu do të marrë Irani pas këtij operacioni? A do të bie regjimi, as do të bie regjimi? Ose do të vi një regjim tjetër? Megjithatë, unë dua të referohem një personazhi, Është një regjim që krijon kriza, ky është qëllimi. po si do ta përcaktojmë atë? Pra Se nuk është kërcënon me armë bërthamore dhe nuk nxit Limon problemi është që e ka një personazh, e ka një personazh që është djali i Shahut, i cili ka muaj, ndoshta viti që, sidomos muajt e fundit është bërë më publik me gjitha protestat, mirë po që s'ka legitimitet në Iran. Se po të ishte kaq e thjesht me avion, djali në Shahut edhe ishte zgjidhur kjo punë, po nuk zgjidhet kaq kollaj kjo gjë. Jam dakord. Tani, unë mendoj që dhe po i referohem një analisti i cili është strateg ushtarake dhe politik, këshilltari disa presidentëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Robert Pape, ka bërë një shkrim në Foreign Affairs dje dhe ka analizuar situatën në luftën në Iran. Dhe unë po e them me fjalët e mia dhe po përpiqem ta shpjegoj shumë thjesht se çfarë po ndodh. Irani po luan shah dhe po luan shah deri në këto momente në mënyrë shumë të suksesshme me Izraelin dhe me Amerikën. Pse po luan shah? Sepse suksesit taktik të sulmeve izraelite dhe amerikane, që është i padiskutueshëm, kontrollojnë hapësirën ajrore, kanë shkatruar pothuajse flotën detare të Iranit, kjo nuk diskutohet, po këtij suksesi taktik nuk po i përgjigjet sukses strategjik, pra në arritjen e 4 objektivave të mëdha që presidenti Trump i kishte vendosur këtij operacioni përpara se të niste. Dhe ky e konsideron Robert Pape, që është personalitet, është amerikan, nuk është iranian, nuk vjen nga lindja e mesme, e konsideron dështim strategjik të Amerikës dhe të Izraelit, deri në këto momente flasim. Sepse goditjes vertikale, që i është bërë bazave të Iranit, marinës së Iranit, shkatrimi dhe daljes jashtë funksionit të antiraketorëve dhe të mbrojtjes ajrore të Iranit, Irani nuk i është përgjigjur duke goditur, po themi, në mënyrë të përqendruar vetëm Izraelin ose vetëm bazat amerikane, po i është përgjigjur në mënyrë horizontale dhe kjo është strategji e mirëfillt të lufte. Pra e ka përhapur konfliktin në vende të tjera të cilat nuk lidhen drejt për drejt në konflikt me Iranin. Pra tek të gjithë fqinjet e Gjirit Persik. Emiratet e Bashkuara, Katari, Kuvaiti, Bahreini, Arabia Saudite, deri në mesdheun lindor në Kipro apo në tentativë për Turqi dhe Azerbajxhan. Dhe kjo quhet ndryshe kurthi i përshkallëzimit, siç thot Robert Pape, i cili e çon një udhëheqës politik të përshkallëzoj
sipërmarrjen e vet ushtarake, edhe pa dëshirën e tij, në rastin konkret, Netanyahu dhe sidomos presidenti Trump, e që mund të vi dhe një parashikim se çfarë mund të ndodh në këtë rast, që mund të vi parashikimi i boots on the ground, i pushtimit të ishullit të Korgut atje, apo i një pjese, po themi, gjeografike të Iranit, ku mund të ndodhen, sipas informatave të inteligjencës, të CIA-s, apo të Mossadit, mund të ndodhen të shpërndara, po themi, mbushjet e uraniumit. 450. Po ato janë të shpërndara, i kanë shpërndar dhomat vogla ata, nuk i kanë gjitha bashkë. Pra, një, regjimi nuk ka rënd, përkundrazi është forcuar. 2, nuk kemi gjetur akoma ku janë pasurimi bërthamor, mbushjet bërthamore. 3, nuk kemi shkatruar programin balistik të Iranit. Irani ka përdorur raketat e gjeneratës së vjetër, deri tani nuk ka përdorur raketat më të reja, sidomos raketat Horashar që janë deri në 2000 apo 3000 kilometra. Dhe e fundit, mund të jetë prekur vetëm pak çështja e tregtisë me të naftës me Kinën për shkak të mbylljes së ngushtisë së Hormuzit. Tani çfarë na tregon gjithë kjo situatë? Na tregon që objektivi që ka Irani në këtë lojë shahu është mbajtja e këtij konflikti dhe unë vë bast se këtë qëllime ka dhe Izraeli, po ndoshta është një analist tjetër, nuk po e përziej me Iranin. Irani ka objektiv, zoti Rakipi, që ta mbajë konfliktin në gjendje të ndezur permanente, sepse sa më shumë zgjat në kohë ky konflikt, aq më shumë investohen Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aq më shumë investohen edhe financiarisht edhe ushtarakisht, patjetër dhe pasojat pastaj janë politike të këtij investimi, dhe për ta përmbyllur, ai thotë që kjo na çon drejt një Vietnami të dytë. Pra, ku ti ke sukses absolut Misione taktik, pare përmend me këtë. pra ku ti Më erdhi ndërmend ajo. ke sukses absolut taktik, pra nuk të del përpara ty kundërshtari sepse ke armat time, ke avione, ke kundër aeror më të mirët në botë, mirë po nuk të hyj në punë për asgjë strategjikisht. Ti mund ta bësh shoshmore, ta bësh copa ta bësh. Por strategjikisht nuk të hyj në punë sepse nuk ndryshon ti. Si luftë guerile, pastaj luftë. Pra, po shkon Vietnam. Kjo situatë, për ta mbyllur, që mos asgjas më shumë. Ky thotë që ose Trumpi do të tërhiqet tani shumë shpejt, të deklarojë dhe të përpiqet që të shes tek publiku amerikan një fitore, po se kush do ta hajë ato nuk e di, po të përpiqet me retorikën e tij që ta shes një fitore, ose për ndryshe do të shkojmë drejt një situate të Vietnamit të dytë me pasojat të cilat ndoshta tani nuk mund t'i parashikojmë ende, po për të parë. Aldo ndrynë një moment dhe pastaj kalojmë te. Po, jo, po s'ka problem. S'ka problem. Jo, s'ka gjë. Okej, po presh. Jo, kush ka? S'ka gjë. Jo, do në ndrynte diçka, Aldo, për... Thjesht një ndërhyrje. Venezuela çfarë tregoi? Që qasja amerikane është shumë realiste, shmang qasjet e Irakut. Fare. A ishte njëri që vajtë në morën atje? Nuk odën bombo. As siguri, as gjë fare. Njëri që po nuk ngjajnë fare. Qasje, jo, nuk ngjajnë, po ka... Ngjajnë tani, po i krahasuam këto dy raste nuk... Ka diçka që ngjan. Jo. Trumpi negocioi tërheqjen e trupave amerikane nga Afganistani. Mënyra si u bë, pastaj u bë nga demokratët, por negociatat me talibanët i ka bërë... Afganistani ti e di ç'a ndodhi apo? Po pra, e bëri administrata Biden. Je ekspert. Para me je shumë ekspert. Një sekond. Afganistani ndodhi Tërheqjen e trupave, mënyra si u bë e bëri administrata Biden. Por tërheqjen e ka negociu administrata Trump. Ideja pra e këtij presidenti nuk është më të rish në një vend dhe të ndërtosh një shtet. Dhe ndërhyrja në Venezuelë tregon që ti përdor fuqinë amerikane në mënyrë kirurgjikale për të arritur disa, dhe tani po bashkëpunon me zëvendësen e Maduros. Dhe vendit mos kalojë destabilitet. Tani të mos i përsitet. Edhe në Iran, synimi nuk është të rëzosh regjimin në 2 javë. Nuk e ka deklaruar njëri këtë. Është deklaruar lufta mund të shkojë 4 deri në 5 javë. E para, Irani pa armë bërthamore, apo i rënuar. Po e tham pra, tani po thua... Kjo është vetën. Zoti Bum që haroni faktor që është Izraeli. E dyta, në mungesë të Izraelit, unë mendoj që do ta kishin bërë marrëveshjen Shubaja me Iran. Po mos ishte Izraeli aty në mes. Do kishin rënë dakord. Irani që nuk ka fuqi destabilizoi fshinjët. Kjo është strategjike, ky nuk është dështim strategjik, se për këtë ka hyrë. Nëse si efekt, ky Irani rënuar ndron dhe regjimi, apo vjen një regjim më i arsyeshëm, një udhëheqës më i arsyeshëm, kjo është një arritje e tretë. Po 2 të parat janë qëllimet kryesore. Dhe këto janë arritur. Duket tani, mendoj unë që SBA-ja janë si një lloj të detyrë. Bëje pak zemër pres. Se nuk dëgjon popullata në këto orë. Siç po shkojnë ngjarjet, SBA duket se janë
të detyruar në një farë mënyrë që të angazhohen në një luftë gjatë, sepse fuqia që e fillon një betejë, një luftë dhe nuk e fiton, në fakt ajo është humb. Kurse fuqia që nuk mundet, fuqia sulmuar që nuk mundet, është fituese dhe kjo është e thënë nga Machiavelli, s'po them unë. Ka qenë qëllimi fillestar që ti ta pushtosh vendin dhe të hysh me trupa. Nuk ka qenë ky qëllimi preç. Kush po thotë Është atë, po ndërhyrje them nga për ajri. ato objektivat, çfarë duket? Duket kjo që aktualisht regjimi duket sikur e ekstremizuar në raport me Që është e pritshme. Ndryrje nga ajri në Kosovë, një Ditët e sekond, para vetëm është e vetëm pa- sekond. Ndryrje nga ajri në Kosovë, sikur të mos kishte e parashikuar. mos kishte ndodhur ajo që ndodhi, këta kishte mbajtur Edhe një- Milošević Kosovën, do ishte sukses me to atje. Ylli, Çfarë do të thënë? Po nuk është o qëllimi. Ylli, ku të e largohej, parashikuar si në të po theme mendime aty. Preci po thotë një gjë, Pa parashikuar. zotëri që fituesi në këtë rast është pallet ai E ka thënë ai më Machiavelli. fiton kohën në luftë, Machiavelli. Fuqia që një fuqi, edhe strateg edhe kinez që janë fuqia që sulmon. Edhe Raymond Aron e merr dhe e përsërit tek libri i vet Opiumi intelektual. Fuqia që sulmon, kur nuk fiton, është Po çfarë quajnë fitore, se fitore është objektivi? objektiva që vendosi lufta, se Po pra, po flasim armët për bërthamore, destabilizimi Nuk po fshit. flasim, edhe herë, nuk po flasim për incidente. Nuk po flasim për një dinamik konflikti që më zgjas vite, munges marrëveshjes, sabotime, ku diun, po flasim për luftë. Dhe ishin 4 objektiva që i shpalli Trumpi, që tani një nga objektivat kryesor ka qenë asgjësimi i elitës, se tash këtu ndryshojnë llafe çdo ditë. Jo, nuk është objektiv kryesor. Në është objektiv Ajo strategjik. është pjesë e betejës, po Objektiv jo strategjik, strategjik. dhe ajo u provua këtu, nuk është fjala që a u shkrua po jo. 40 e sa eksponent regjimit Ajo u është vranë me bombardim. Objektiv kryesor janë armët bërthamore Tani edhe dhe që, se nuk ka më sensin e duke ndikimi i rajonit, to janë kryesore. Tu tani ylli është kjo që pra rreziku është angazhimi, Tani presh të mos mbrojmë një tjetër, se unë kam thirrur që me angazhimi Aldo mendon i ndryshe. SBA-ve në një luftë të gjatë. Dhe këtu shikohet qartë që të gjithë armiqt e Amerikës, dhe ky është problemi, armiqt e Shtetit Bashkuar të Amerikës që nuk janë pak dhe janë të mëdhenj, të hapur apo të fshehtë, por më shumë të hapur, që po fërkojnë duart për këtë luftë që ka nisur, siç është dhe Kina dhe Rusia, sigurisht që janë të interesuara që lufta të zgjas. Nuk kishte parashikuar, sipas shumë analistëve serioz, fuqia destabilizuese e Iranit në rajon. Kjo nuk ishte në asnjë nga, si thua, stratagemat që u publikuan, Irani do ishte një vend me resurset kufizuara që mund të dorëzohet për javë, 2 javë, 3 javë, 4 javë, e qemë dhe 4 javë, nga 4 ditë që u tha, por nuk ishte parashikuar kjo që ajo ka një skem që po destabilizon edhe rajonin. Ky Netanyahu ju bën thirrje, e di çka ka ndodhur me këtë popull iranian që kemi mbështet ne dhe presim që bëhet diçka populli iranian. Ai nuk del. Unë kam lexuar interviste intelektualë të shquar disident regjimit. Kur ne na sulmojnë, kur na sulmojnë armiqt tan, ne mbyllim. Është e vërtet. Po nuk bëhet fjalë. Po. Fal, duhet kemi Tash që del Netanyahu dhe ju bën thirrje Netanyahu, mas ju ka vrarë gjithë elitën, Dili përmbysni përmbysni shtetin. Do të thënë, këto janë, se s'po përdorem, janë komplet pa sens. Tash ne duhet shpresojmë që me fuqinë e madhe ushtarake që ka SBA-ja dhe diplomatike dhe me aleatët që ka, të udhëheq një zgjidhje për të dalë nga ky qerthur që praktikisht nuk ka qartësi, kërkun nuk gjen qartësi se si mbaron kjo. Si bota po përjeton me ankth, të luftë, ekonomia, tregjet, biznesi etj. Askush nuk e di se si do dalë, si do dilet nga kjo luftë. Ka plot, ka Cili qëllimi kësaj lufte, nuk e po e kuptojmë që vazhdon për amerikanët. është deklaruar Për amerikanët e për Izraelin e kuptojmë. Për një satelit që përdor armët bërthamore, një Iran pa armë bërthamore. Një Iran që nuk godet fshinjët dhe nuk destabilizon rajonin për dekada.
Hezbollah çfarë bëjnë në Liban? Asadin në Siri, Huthit në Yemen. Këto janë dy qëllimet kryesore. Rënja e regjimit është pasojë e tretë dhe nuk pret njëri që regjimi të bjeri gjatë ditëve që ti e sulmon për 30 ditë. Kjo nuk është realist. Mirë, do ta presim 5 javë. Jam dakord për anën ekonomike. Nëse për 5 javë do ta presim. Jo, për 5 javë është deklaruar. Ditën e parë. Pra e deklaroj për 8 ditë në fillim. Jo. Tani po ne këtu kemi qenë dhe tani deklaratat janë publike nga departamenti i mbrojtjes. 2-3 më duhet, 2-3 Plani ushtarak, ndërhyrjeve 4 deri në 5 javë, është thënë ditën e parë. Po 2-3 ditë u tha në fillim. Ishte ditën e parë, sa 2-3 ditë. 2-3 ditë u tha ditën e parë. Pastaj nga ditët 2-3 Publikisht. Nëse mundem. Publikisht. Washington Post ka pas një shkrim Se nuk kemi shumë minuta, sintetizojmë. Atëherë, Washington Post kishte një shkrim ditë para të luftës dhe thonte presidenti Trump në mandatin e tij të parë kishte bërë mbi 30.000 deklarata të pavërteta, ndërsa në këtë mandat ka bërë mbi 1.000 deklarata të pavërteta. Kështu që ti referohesh presidenti Trump në saksinë e lajmit, sidomos tani në kohë lufte shkot, domethënë fare, plus pikpyetjeve kritikave që kanë të gjithë për personalitetin e këtij leadershipi në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ajo që do thoja unë është kjo që dy burime, një analizë shumë një akademiku shumë të njohur në Guardian thonte që edhe pas sulmeve të Shtetet Bashkuara të Amerikës, regjimi i Iranit nuk është dobësuar. Ndërsa New York Timesi kishte një shkrim, mos gaboj para 2 ditësh, ku thonte Trump dhe këshilltarët e tij gabuan në perceptimin se si do të reagonte Irani. Megjithatë përtej kësaj, e vërteta është kjo. E vërteta flet më shumë se sa dhënat që ne ngado që ti marrim i kemi diskutueshme për herë vërtetës. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë goditur 5.500 objektiva në Iran. 5.500 objektiva janë shumë, pavarësisht se kemi të bëjmë me një shtet madh. Po nuk është vetëm kjo është gjysma e vërtetës. Pjesa tjetër e vërtetës është që Irani ka goditur 3.100 objektiva në Izrael dhe në interesat amerikane në Gadishull. Vetëm të mërkurën, për shembull, ka patur një sulm i cili ka zgjatur 3 orë, ka qenë sulmi më i madh. I nisur nga Irani 3 orë pa pushim, Haifa, Jeruzalemi, Beersheba, kjo pjesa e Saharës poshtë, Tel Avivi ishin komplet zjarr dhe ka pasi debat shumë madh brenda Izraelit, si ka mundësi që e gjithë, lutem ta mbaroj. I gjithë sistemi kundërajror nuk funksionoi dhe bëhet fjalë që mund të ketë patur edhe një sulm kibernetik nga Irani. Megjithatë, ajo që është e rëndësishme është kjo. Kur situata e Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit në këto pas 12 ditësh luftë. Atëherë, Izraeli në opinionin, Netanyahu në opinionin publik i dashur ka 35% mbështetëse. Ne kemi parë gjatë gjithë kohës protesta në Izrael gjatë luftës Gazës. Protestat nuk e shemin dot pushtetin. As protestat në Iran nuk mund ta shemin sepse Irani nuk është aq demokratik sa është Izraeli. Nuk shema zvota, po në fare, sepse Irani në Izrael kam 3 pyetje janë. Po atje dolën gjithë nuk ndruan. Dhe se s'kemi shumë kohë. Ja të lutem vetëm ta mbaroj, lutem. Ndërkohë që në Iran është krejtësisht e papranueshme që mund ta ndryshojë sepse është regjim, nuk është sistem demokratik, nuk është regjim. Ja ta mbaroj burri. E para, Izraeli ka humbur opinionin publik. Për shembull, kishte një sondazh Gallupi para një 2 ditësh ku thonte në Shtetet Bashkuara të Amerikës mbështetja për Netanyahu është 36%. E di ç'do të thotë kjo apo jo? Shteti më pro-izraelit në botë 36%. Pse është gjithë ky debat? Gjithnjë më tepër në opinionin publik në Shtetet Bashkuara të Amerikës po zë vend fjalia, kjo nuk është lufta jonë. Dhe të mendosh që Shtetet Bashkuara të Amerikës u futën në luftë sepse po prekeshin interesat, cilat interesat? Vendet e Gadishut ishin interesat e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nuk i ka prek askush, po Izraeli është interes mbi interes. Prandaj kjo është luftë që bëhet për mbështet Izraelin. E dyta, Izraeli ka humbur aleatët e vet, Bashkimit Evropian dhe jo vetëm. Dhe treta, Izraeli përfundimisht dogji marrëveshjet Abraham me fqinjet. Çfarë është situata, të lutem edhe 1 minutë. Çfarë është situata me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe me presidentin Trump? Ka një presion të jashtëzakonshëm ekonomik për shkak të tregjeve të naftës e kështu me radhë. Ka një presion publik, 60% e amerikanëve janë kundër luftës. 60% amerikanëve janë kundër luftës. Ka një presion. Sa e kushtueshme është kjo luftë tani me që vetëm javën e parë ka shkuar 11 miliard. Ditët e para. Vetëm javën e parë. Rreth 2 miliard në ditë. 2 miliard në ditë. Rreth 2 miliard dollar në ditë. Pra kjo luftë kushton 2 miliard në ditë. Vetëm sot 1 miliard.
Vetëm sot 1 miliard. Po, Sepse është luftë e kushtueshme, dronët iranian kushtojnë 10.000, 20.000, 50.000 euro maksimumi, ndërsa një raketë është miliona euro që e hedh dronin. qartë. Ka propocion. Ka një presion të madh zoti Rakipi, vetëm 20 sekonda, niveleve ushtarake. Sepse lufta tashmë ka humbur opsionin e objektivave për shkak të ndryshimit gjatë gjithë kohës, që nga dita parë deri sot ndryshon shtëpia e bardhë. Ka një presion publik, politik shumë të madh, po, sepse republikanët po humbin Kongresin. Në tetor në dorë kemi zgjedhjet e mesme dhe Po, është një problem politik. Po, ka një problem jemi shumë madh te këto të fundit për problemet ekonomike. Ja, për këtë po flasim. Kush është impakti i luftës pra? Impakti. Për të lexuar, Impakti në ekonominë globale. Një minutë ta mbroj. Legitimiteti i presidentit Trump gjithnjë më tepër po diskutohet për kufizimin e këtij njeriu, sepse deri tani është thënë që kemi një ndërhyrje, një operacion ushtarak, por nuk ka ngelur me operacion ushtarak. Ne jemi në luftë, ka legitimitet presidentit të hyjë në luftë pa marrë okejin e Kongresit. Ka një, dhe kjo është shumë interesante dhe do ta mbyll zoti Rakipi, ka një presion izraelit dhe presioni izraelit është shumë i çuditshëm. Edhe nëpërmjet atyre instrumenteve që unë nuk duhet futen fare, dosit Epstein, kapja, lobijet amerikane, po shikoja dje një Carlson është një nga është një nga gazetarët që në mbështetësit më të mëdh, Magas, më përpara, dhe një ka dalë komplet kundërt, dhe ai kishte një intervistë një ushtarak njohur me Gregory, i cili thonte, lufta është dhe mashtrimi dashur. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të ketë dhe një sulm si 11 shtatorit, por të bërë nga shërbimet sekrete izraelite që ta tërheqin në Florida, madje është përcaktuar. Nëse kjo teori konspirative. Jo, po diskutohet shumë Florida sepse ka përmend dhe Irani problemin e Floridas. Nëse ju godisni pjesën civile, ne do godasim Florida dhe pikpyetja është si do godasi Floridën Irani. Po në Shqipëri çmimet e naftës në botë? Çmimet e Në naftës. këtë moment që flasim? Dy fjalë për naftën. Po se s'kemi për naftën. Për naftën. Po pra. Atëherë, dje ka marrë vendim organizata, vendet që janë anëtarë të agjencisë botërore, po për të liruar 400 milion fuqi. 400 milion të cilat janë gati 20 ditë furnizim sa bën Gushtica, sa kalon nga Gushtica. Kush do t'i liroj këto? Janë 32 vendet, po themi vendet... Nga rezerva, kjo është krizë, domethënë, kur ti merr nga rezerva, do thotë që rezervat janë edhe gati 5 herë më të mëdha. To po lirojnë 22% të rezervave. Pra ka efekt, po kjo është efekt krize. Ka një rritje, po, është efekt krize. Kur ti përdor rezervat është efekt krize. Është vërtet. Po. Por këto rezerva janë dhe 5 herë më të mëdha sa po lirojnë tani. Është vërtet që ka një rritje të çmimeve nga 80 në 96-98, por çlirimi këtyre rezervave do bëjë një ekuilibër. Dhe ndërkohë lufta mendohet që do mbarojë në pak javë. Sepse dhe synimi nuk është as pushtim, as trupa në terren, po janë objektiva realist që ky vend mos jetë më ai vend që ka mbajtur të destabilizuar lindjen e mesme. Dhe ndryshimi i regjimit mund vi si pasojë jo sot kur bombardohet, është normale ajo që tha zoti Zogaj, që nuk mund të ketë ndryshim regjimi kur bombardohet, por protestat në Iran para 2 muajsh kanë qenë shumë fuqishme, po ato njerëz janë. Po ai regjim që i ka vrarë, dhe çdo familje në Iran ka o të vrarë, o të burgosur, o të torturuar, dhe ato njerëz nuk ndryshojnë. Po në Shqipëri janë ndjerë efektet? Apo gënjejnë këtu thuaj me që u bë kjo? Bëri përshtypje ditën e parë kur u mbyll Ormuzi, u rritën këtu, a thua ti se ishte... Shqipëri thuaj rrit me njerë. Kishin një tub direkt në Arabia Saudite, po prito se ti ke rezerva? Shqipëria ka një naftës në botë. E ka një rekord Shqipëria. Që ngritje çmimi? Jo, i vetmi vend që s'ka ndërmarr asnjë masë, domethënë, siç ka marrë Greqia, Italia. Kosova ka marrë sot çmim tavan. Macedonia 1.54 euro. Dalon. Ka marrë vendim që është 1.54. Kanë vu tavan. Sa ka shkuar? Kanë vu tavan që s'mund të arrisësh më shumë se kaq. Shtituar 200 lekë për litër naftë. Dhe tani Aldo tha për 5 javë ka thënë të mbaroj. Ka 2 tregues të mëdha. Janë parashikimet e botës e fundit fare me 3 fjali. Të lutem nëse mundeni gjinish me zotin me Egonin, me zotin Loli, e fundit, në 3 fjali. Sa mund të zgjas çon të uajt për këtë punë? Jo që themi nese, ne dim nese kur mbaron. Sa mund të zgjas kush? Lufta.
Çon në ndërkombëtar më vetë. Media ndërkombëtare. Unë di them diçka, domethënë që Bashkimi Evropian është nga humsit më të mëdhtë të pak nga pikpamje ekonomike, po flas. Edhe po ta shikosh, edhe mbështetja e vendeve të Unionit për Izraelin ka rënë pafund. Sepse bota përtej demagogjive e shikon që dy fuqi rajonale, Izraeli dhe Irani, do vazhdojnë të jenë për sa kohë do kenë shtetet e tyre, por ai që ka destabilizuar realisht, praktikisht rajonin e lindjes mesme është Izraeli. Qartë. Ka pushtuar Iranin, ka sulmuar 2 herë Iranin. Nga vendet më të goditur, nga pjesë më të goditur do ti Bashkimi Evropian. Po patjetër. Tani kush janë efektet kryesore? Çmimi i fuqisë ka shku $120. Jo, ka zbritë 98. Zbriti u ngrit prap. Shiko, ka disa bursa. Të mos zjemi për këtë. Jo, ju lutem. Gazi 30%. Apo jo? Te gazi. Thatë Europa e patjetër varësinë më të madhe nga nafta që kalon nga ngushtica ruse. E ka Kina, India dhe jo Europa. Dhe Kina s'ka krejt fare. Sepse ka 1 miliard fuqi rezervë. Dhe çuditshme që Kina nuk ka fare. Atëre merr furnizimin më të pakët nga ajo ngushtica. Kjo është një luftë Tregjet dikon, nuk është e rëndësishme. Tregjet dikon. Jo, është në Europë, domthonë edhe tek ne. E fundit, por fjalja e fundit. Fjalia e fundit është që lufta përfundoj sa më shpejt, por me një Iran pa armë bërthamore, se një Iran me armë bërthamore është vendi më i rrezikshëm botës. E po thua për dhe një fjali se Paqe, pa Kinën dhe pa Rusinë nuk do ketë këtë herë. Paqe pa Kinën pa Rusinë thotë sepse kushtozon njëra palë që është do ketë ndëruar të rishikues. Sepse ato kërkojnë garanci. Kina me Rusinë nuk kanë qëllimet njëjta. Të nderuar Kina është e varur nga NATO. Do të jemi në biseda të tjera që ju lutem, do të jemi në biseda të tjera. Unë ju falenderoj shumë që ndihmuat deri në këtë orë të vonë në emisionin tonë për mbrëmjen e sotme. Do të shifemi tani javën e ardhshme, nderuar të shikues. Lufta sigurisht që do të vijojë dhe ne do të ndjekim, do të shohim se çfarë ndodh. Inshallah. Po nuk çfarë nga ne kjo punë. Faleminderit, natë e mirë.